U arrestua për korrupsion befason shefi i komisariatit të Sarandës. Kam qenë i zënë me vrasjen, s'kisha kohë për zbardhen detajet të reja nga dëshmia e shefit komisariatit Sarandës, Gëzim Bashllari, cili u arrestua pas operacionit të AMP-s për ndërtimet pa leje në zonë. Sipas burimeve hetimore përparatuesve, Bashllari ka deklaruar se gjatë kësaj jave ka qenë i angazhuar me një ngjarje tjetër, vrasjen e pronarit karburantit, çka sipas tij ka penguar të merrej me kontrollin e ndërtimeve pa lejë. Deklarata e tij ka tërhequr vëmendjen e grupit hetimor, ndërsa vjojnë veprimet për të sqaruar përgjegjësitë dhe veprimet e kryera nga ana e tij në lidhje me rastin. Aksioni AMP-s në Sarandë, arrestimet. Një aksion i zhvilluar nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore në zonën e Sarandës dhe Ksamilit për lidhjet e policisë me raste të ndërtimeve pa lejë ka çuar në arrestimin e shefit të komisariatit të policisë Sarandë, Gëzim Bashllari. Po ashtu në pranga për shpërdorim detyre kanë rënë dhe një oficer krimesh dhe një specialist i zonës në Sarandë. Sipas burimeve në fokus të hetimeve, janë efektiv që dyshohet se janë përfshirë ose kanë favorizuar raste të ndërtimeve të paligjshme në këto zona bregdetare. Po ashtu priten arrestime dhe masa të tjera procedurale ndaj punonjësve të komisariatit policisë Sarandë, të cilët dyshohet se kanë pasur rol në lejimin ose mos goditjen e këtyre ndërtimeve. 2 ditë më parë arrestuan 8 punonjës ndërtimi që po ngrinin një strukturë pa leje në det, teksa në kërkim u shpall pronari i objektit në fjalë.